dhe përfundoj mandatit ti, edhe kanë thonë që na nuk kena nevojë as me u lodhë fort për këtë farë pune, sepse është një proces që po ndodh Kosovës, mirë po kalon shpejt, dhe në anën tjetër ka qenë analiza e PSD-s dhe një grupi të analistëve, gazetarëve që kanë thonë që Kurti ka me përfundu të qenë shumë a gjatë në pushtet, sepse kemi të bojmë me një lider i cili është lider autoritar. Do më thonë, ku dëm botë nëse këshyrë, pushtetet autoritare nuk largohen shpejt. Edhe unë menej që përpjekja e opozitës për gjatë këtij mandati ka qenë minimale. Opozitën reale në për... Të bënte opozita, ka shi një figure si që është Kurti? Minimalisht unifikim. Dhe me thonë, minimalisht është dashtë që me pas një listë përbashkët, edhe në zgjedhjet e kalume, mirë po na e pam shkurtin e këtij viti. Populli i Kosovës ja dha rastin kësaj opozite me marrë pushtetën dhe me dërgu vetëvendosjen në opozitë. Këta zgjodhen me rujt partitë e tyre. Dhe me thonë, na e pam Lumer Abdixhikun kryesisht, i cili thoshte as me PDK-n, as me vetëvendosjen. Mas ne kemi pas që edhe prej PDK-s nuk ka pas në e farë përpjekje reale për me kriju një qeveri të asoj që dje ishte opozitë. Pra, populli i Kosovës të jep mundësin, ti nuk e shfrytëzon mundësin. Ishte Ramush Haradinaj që... I vetëmi Ramush Haradinaj ishte i cili përpiqej që me bo, mirë po në anën tjetër unë besoj që këto parti sot s'kan drejt as me u anku për këtë fakt. Pra, nëse në shkurt e ke pas mundësin edhe ti ke zgjedh, Lumer Abdixhiku thoshte Kurti është lider shumë i rrezikshëm, Kurti është lider autoritar. Mirë po unë s'po shkoj në qeveri me këto partitë e tjera dhe me dërgu Kurti në opozit, po thoshte po du me ru partinë, sepse ja kumllon fjalën e elektoratit. Mirë po në momentin që ty të voton elektorati, të voton për me qenë në pushtet. Pra, nëse je as me Kurtin, as me PDK-n, as me, do më thonë, nuk ka sens logjik mënyra që është cilë, sidomos Lumer Abdixhiku, mirë po edhe pjesa tjetër e opozitës. Pra, duke i pas parasysh këto, ka qenë e pashmangshme që Kurti me ardhë me një fitore të tillë. Ardian, pse zgjodhi përsëri populli Kurtin për kryeministër? Për shumë arsye. Unë personalisht kam qenë ndër kritikat më të mëdhej të qeverisë së zotrit Kurti dhe besoj që kam qenë konstruktiv në kritikat e mia duke pas parasysh gjithnjë që kam dhënë opinionet e mia bazuar në veprimet e tij. Por unë fatbarësisht kur dal këtu mendoj që informacioni dhe dija duhet të shpërndohet dhe asnjëherë nuk dal në televizion pa u përgatitur mirë dhe me ditë mirë çka kam thon. Dhe një fakt tjetër e di se në një klasë me 30 nxënësa, 2-3 janë ekselent. Në 3-4 janë shkëlqyshëm edhe të tjerët. E në demokraci që ata të tjerët e bojnë shumicën. Kështu që testi PISA neve na tregon vedijen popullore dhe për mua ky rezultat nuk është i çuditshëm, duke u bazuar në vetë të dijen e popullit dhe në pastaj duke dalë tek aspekti politik që është për të dëshiruar qoftë nga PDK-ja, qoftë nga LDK-ja, që pothuajse s'kan qenë të gjalla fare gjatë këtyre 4 viteve të qeverisë Kurti, madje për 4 vite me plot skandale nuk kanë qenë gjendje një protestë paqësore me organizu. Askush nuk ju ka thonë, as nuk thot, as nuk pretendon që me dalë me kall shtetin, me bot razira, por protesta është mjet demokratik të cilin duhet ta përdor secili qytetar, secili njeri, secila parti për t'ju kundërvënë të këqijave që i ndodhin vendit. Për shembull kemi pas as PDK-ja, as LDK-ja, as AK-ja nuk kanë arrit me ngrit një kauz mbi të bëmat e zotrit Kurti. E ki Martin Berishajn, e ki aferën... Përmendeshin të bëmat e tyre të kaluarën? Jo, nuk besoj, sepse ashtu njerëz nuk i barazojnë gjanat, por nga frika. Paktën kështu ka reagu pasaj dhe qeveria dhe qytetarët? Nga frika për këto, për pushtetin, sepse kanë menduar se zotri Kurti ka pushtet të madh, do me thonë ka një mbështetje të madhe elektorale, dhe kanë pretenduar se mund të humbin elektoralisht në qoftë se kundërshtojnë dhe mund të ngrisin zotri Kurti. Por faktikisht këto s'kan pas qa me humb, edhe qatë problem nuk e kanë kuptu. Pastaj, me bo me u fut në anën tjetër, se di sa kom me u fut në anën strukturore të këtyre partive që i kanë bo vetit. Për anën strukturore, vetëm marrim mendimet e para edhe të tjerët, dhe kësha dash me pyet Argjendin, a e qunë fitore, binset Kurtit dhe vetëvendosjes, apo dështim
të opozitës? Para të dyat janë, ka fitu zoti Kurti bindshëm në raport me partitë ish opozitare, kjo nuk dën diskutim sepse është diçka që e shumë të gjithë, por duhet të përmend disa gjëra të cilat kanë sjellë këtë rezultat të zotit Kurti, e që një prej elementeve kryesor është sjellja e partive opozitare dhe që ja ka mundsuar zotit Kurtit me i fitu këto zgjedhje. Edhe gjatë kohës kur ka qenë blokada, por edhe gjatë fushatës të zgjedhjeve të këtyre zgjedhjeve, partitë opozitare kanë zgjedhur që mos ta sulmojnë zotin Kurti. Në mënyrën se si ai po veç ndryshe